Shumica e bizneseve konkurrojnë ndershmërisht, duke ofruar produkte e shërbime cilësore me çmimet më të mira. Por, dëshira për fitime të larta dhe të shpejta i shtyn disa ndërmarrje të bien dakord fshehurazi për rritjen dhe fiksimin e çmimeve, ndarjen e tregjeve dhe burimet e furnizimit, si dhe manipulimin e ofertave ekonomike në prokurimet publike, ato që quhen marrëveshje në oferta. Këto sjellje, të cilat janë në kundërshtim me ligjin për mbrojtjen e konkurrencës, dëmtojnë drejt për drejt konsumatorët duke rritur çmimet me deri në 20%, si dhe dëmtojnë kompanitë që konkurrojnë në mënyrë të ndershme në treg. Marrëveshjet e fshehta, të quajtura kartele, janë të ndaluara me ligj. Ndërmarrjet pjesëmarrëse në marrëveshjet kartel mund të gjobiten deri në 10% të xhiros vjetore, ndërsa individët përgjegjës deri në 5 milion lek. Asnjë biznes nuk është shumë i vogël për t'u hetuar, dhe kur autoriteti i konkurrencës vepron, zakonisht ka prova të forta. Ndërmarrjet dhe individët që bashkëpunojnë me autoritetin e konkurrencës mund të shmangin gjobat. Nëse jeni të parët që raportoni një kartel dhe bashkëpunoni me autoritetin e konkurrencës, gjoba mund të fshihet plotësisht. Edhe nëse nuk jeni të parët, nëse dorëzoni prova të vlefshme, mund të përfitoni ulje të ndjeshme të gjobave. Por duhet të veproni shpejt. Programi i lehtësimit nga gjobat funksionon vetëm për ata që marrin iniciativën përpara se të fillojë hetimi nga autoriteti i konkurrencës. Përputhshmëria me rregullat e konkurrencës është mënyra më e mirë për të parandaluar sjelljet antikonkurruese. Vlerësoni rrisjet e biznesit tuaj, trajnoni stafin me rregullat e konkurrencës, monitoroni marrëdhëniet me partnerët dhe krijoni programe përputhshmërie me rregullat e konkurrencës. Nëse dyshoni për një shkelje, veproni menjëherë dhe njoftoni autoritetin e konkurrencës. Kjo mund t'ju shpëtojë nga gjobat. Mos prisni një kontroll të papritur apo që dikush tjetër të veprojë i pari. Programi i lehtësimit të gjobave nuk është thjesht një mjet ligjor, është një mundësi për të bërë gjën e duhur. Zbatoni sot rregullat e konkurrencës dhe mbroni biznesin tuaj për të ardhmen. Një treg i ndershëm i shërben të gjithëve dhe gjithçka fillon me ju.